Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në episodin e 3 të Shadow Clonit. Jeni fantastik, na keni kënaq me ato komente, me ato mesazhe në inbox. Domethënë nuk e dija që Oli dhe Benji ishte akoma kaq popullor tek 30 vjeçarët akoma se nuk është se ky breziri e kishte pa më shumë Blue Logun. Jeni fantastik. Kupto? Nuk di çfarë t'ju them. Neve tashi jena prap këtu dhe një përshëndetje shumë speciale ka unë Arlini, e ka radhën Mari. Dhe Eno. dhe i modhi Eno. Përshëndetje. Më kanë bërë shumë komente për ty, Lale. Heo. Ja, thot. Pse? Për çfarë? Tani unë marr këtë si rast për t'i thënë të gjithëve më falni që unë kisha bërë shumë gabime te episodi fundit. Një moment që e ka pa veten isha duke thënë fush betejë ndërkohë që ai ishte fush futboll. Domethënë do dal me shpata. Më falni 1000 herë. Me shpata, me thiga, me të gjitha. Je batuta G, kish ja. Faleminderit shumë. Je shumë, i kamuflum, rri urti kështu ti dhe vetëm kur e pollcet pastaj. Gjinte mbuluar që Në rob zoti, si ato gështenja që i lënë në zjarr dhe puf, ja japin. Okej. Mos dalim nga tema grupi. Sot kena një episod shumë special me një të ftuar shumë special, akoma më special se dhe vet episodi. Rri mirë. Mos i bëj spoiler po të them. Por, këtë episod, prap, se na shkoj marrë episodi fundit, do të Mashallah. Eno, na thuj qëre kena këtë episod. I jepi daj. Sot ne kemi 7 mallkimet e Laertit. Jo. Sot do flasë për 7 mallkimet e Laertit. 7 mallkimet e Laertit. Jo, mos ma prish episodin kaq po thomi. 7 Deadly Sins. Yes sir. Deadly Sins. 7 Deadly Sins. Nuk e dia e keni pa. Domethënë shumica prej jush është një anime, normalisht e besoj, kupton, por gjithsesi un bëj timen, kupton. I dal borxhet. Është një super serial që prek disa tema shumë speciale, njerëzore dhe thelbësore, mund të themi, por edhe pak religjioze. Domethënë kush do të futet në thellësi dhe në brendësi të animes, ka shumë tema religjioze dhe këndvështrime të ndryshme. Kush i pëlqen këto anime të thella, ka dhe ca pjesë lezetshme. Por nuk është për fëmijët, domethënë për një 9-18 vjeç. Të du ta themi. Po. Ka pak kontent delikat si anime. Ka ca skena që nuk duhem, domethënë nuk bëjmë për ju, mos u lodhni kot. Janë të lezetshme, pra. Rrituni dhe i çik, edhe më pasaj japin. Ose rrituni tu i pa këto. Jo. Ban këtu. Nuk lejohet kjo. Okej. Të ftuarin e sotëm, më saktë, të ftuarën, sepse është një zënjush, kupto? E kemi këtu dhe është një ftuar shumë speciale. Zonja dhe zotrin, çuna e negoca përpara jush, Sfurkthi. Yes sir. Mirë se na erdha. Mirë se ju gjeta. Ja, mirë se na erdhe më vajz. Më pas keni ftuar në një temë shumë interesante një herë para. Që bëm një herë 2-2 se ngelëm 3-1. Diqa. Gjithsesi shumë kënaqësi të jem këtu mes jush, jeni shumë të mirë. Unë ndjeva ngrohtë që në momentin që kam ardhur, okay, super fare edhe tema, okay, më pëlqen. Të pëlqen. 7 mallkim. Sigurisht, 7 mallkimet e Laertit. Si mund të mungoja unë? Më thënë që në momentin e parë që më thanë do flitet për 7 Deadly Sins, count me in. Dua të jem këtu mes bën. Unë jam një ndjekse rregull, si të thuash, animeve. 7 Deadly Sins është the top of all, if you know what I mean. Okay. Do me thënë, e kam nisur si fillim me Attack on Titan, pasi e kam përfunduar, kam nisur drejt pa referenca, thjesht më ka dalë atje në një kopertin, thash, okay, kjo është anime e radhës që unë do shoh. 7 Deadly Sins dhe më doli komplet jashtë pritshmërive. Dhe e kam kudo në rrjetet e mia sociale, në ekranin e telefonit, do me thënë kam 3 vite që e kam parë dhe vazhdoj, më thënë, më përndjek si hije
Dhe sigurt që Çike jo e fiksuar, jo, po jam fleke me shumë- këtë ndarë. Jam shumë e fiksuar sidomos me personazhet, nuk e di, më thënë personazhet ka qenë vërtet të spikatur që okay, thash kjo është fix anime për mua, e kam gjetur veten e më the thash gjëra të tilla, Ploti dhe thjesht interesant. dhe thjesht po ploti ka qenë më interesant na Dhe do them, do shtoj, nuk je vetmja, sepse është një ndër animet më të famshme që kudo në përbë po bën dhe ka bërë buj gjithmonë. Është futet, është- domethënë në një, okay, në top 10 që domethënë mos t'ja bëjmë qefin, okay, Po. pavarësisht se ne na pëlqen shumë, Pa Po. diskutim Por nuk është, por Po. është një anime shumë e veçantë, nga gjithë ato që jemi mësuar të shohim zakonisht, pra jemi mësuar të shohim luftra pa ndonjë thellësi shumë të madhe, hiq Pikërisht. disa anime specifike që janë tash top rank. Prandaj dhe kanë kjo vite. është domethënë anime siç ta cilësova argëtuese, sepse ndryshe nga të tjerat, kjo domethënë i ka të gjitha, ka dhe luftën, ka dhe batutat, ka domethënë prek edhe tema jo fetare, në Po, që po, përmende po. pak a shumë, por që atyre duhet të hysh pak thellë, domethënë është një anime për njerëz të zgjuar. Po, kjo është e vërtet. E kush e ka parë, preferojnë me këtë thënë të lloj drejtë, anime. kush e ka parë është vërtet shumë, më duhet të hysh pak shumë me thellësi në brendësi gjëra të tilla, por që për te të tërave mua pëlqen shumë dhe fakti që ka shumë kështu gjëra komike. Ka gjëra komike, është pak për plus 18 siç Po. e përmende, por që është e adaptueshme si gjë. Unë them se Po. mund filloj edhe që na 16 vjeç tani. Shikojeni kalamaja, shikojeni. Po pikërisht pra. Mos më ngjoni këta të shiko dy. pak, 2 Mos më sekonda. ngjoni, mos më ngjoni. Duhet të nisi pra Duhet 16 rritet vjeç, tani. shiko 16-17 vjeç është një pikë që ti e ndan të mirën nga e keqja dhe mendoj se. Po pra, po nuk është normale që Jo, mos e fal, se di se çfarë do thosh. Shkoni në rrugë të Zotit, shikojeni. Dhe unë mendoj se Duhet ta shikoni. rruga e Zotit është 7 Deadly Sins, 7 mallkimet e lajrit. Po. Ndiqeni, shikojeni që 16 vjeç. Jo, mos e bëni këtë gjë. Ju lutem mos e bëni. Mirë, Pra, 10. Sa kam qenë unë atër E. kur e kam parë? 2 sekonda, sa kam qenë unë atër kur? Unë se Vetë di sa jam je. para 3 vitesh e kam parë 20 vjeçe. Unë kam qenë brenda, unë kam qenë brenda kornizave, shumë domethënë të. Po pra shumë vonë, Shumë se kam parë më përpara. Më përpara nuk e dija çfarë ishin anime, domethënë drejtën. Vetëm isha deri tek Dragon Balli, deri tek këto. Dragon Ball Pastaj kur klasike. Pastaj kur kujtova që dal sekonda se japonezi ka krijuar edhe shumë bëma dhe Që gjëra s'ka- të tjera shumë të bukura, thash let's jump in. Ças ka bë kauri. Po pra, Ai, pikërisht. domethënë animet, bota animeve është tamam si një shprehje që përdorin në Amerikë, don't go to the rabbit hole. Mos e fut Gropës lepurit. gropës lepurit. Pikërisht është një lloj Unë me thënë të drejtën këtë botën e animeve e kam pat kështu si me shkëputje, domethënë herë isha atje dhe kur isha, domethënë mbaroja një anime doja të nisja me se s'bën një tjetër dhe pasi e mbaroja të tjetrën dilja në ajo botë po thoja okay, shiko mos u fut më. Sepse e dija që domethënë do harroja ç'a bëj këtej për jashtë dhe do isha atje. Është e frikshme, domethënë i quajnë kukulla. Po. Por, me thënë, këta që nuk e dini konsiderojnë kukulla, por nuk mund të jenë. filma Jo. vizatimor, ndërkohë Janë që kukulla për të rritur, Po. goca dhe jo, çuna. është animi me tematika Pikërisht. të rrituris, është Pikërisht. komplet Sepse diçka ka tjetër. shumë mesazhe të forta njerëzore, kupton? Përpos të gjithë skenave, okay, violence, pak skena pikante. Si Jo mund të jenë pak. kukulla për fëmijë Jo, ato, po, pra, ata që janë. konsiderojnë se ne nuk na konsiderojnë të rritur, ne na konsiderojnë kalamaj që akoma ne që Po, shohim po, këta. po, po. Kanë të drejtë, nëse kjo është qenë kalama kanë të drejtë. Është e vërtetë, domethënë. Vazhdoni. Unë jam fëmijë, unë nuk Na dua të bullizoni. futem. Unë besoj të zana. Nëse kjo është të qenë një kalama, domethënë të shohësh anime, faleminderit, nuk dua të futem në mizorinë e botës së të rriturve, okay? Oh. Dua të qëndroj një kalama akoma, okay? Që kur besuan tek baba gjyshi, Jo, nuk që kur doli besuan, vërtet, pikërisht, dije që më. s'besojnë. Ne na kanë Se ka mashtruar fëmijë që e shohin këtë podcaster. Jo, baba gjyshi nuk është ekziston. Baba gjyshi është një, po pra një errem e madhe e njerëzimit. Do E thoja no. është i vërtet. E Do no. thoja është i vërtet, po duke qenë se më pasove koleg. Nuk Po ta them edhe unë, okay, nuk ekziston. Mos i dëgjoni, as zana e dhëmbëve nuk ekziston. Unë kam vënë proteza në shkull një dhëmb, shkull një tjetër kam vënë proteza, e kam bërë në jastë kumtim si Se ta kam bërë dhe ty me fije të dera ka mbyllet shkollë. Asnjëherë në botë. Thjesht ma kanë thënë 2 sekonda të shikoj që sa lëvi, dëng ma kanë shkuar. Domethënë ajo ka qenë një traumë
traumë, se thoya po do më dhëmi, por jo, ishte në atë fazën që mund të shkuli. Dgjoj ti ke qenë mirë, kupton se neve na thoshin do ta bëjmë me Fillispine, kupton, do ta shtyshim deri nga ana tjetër vetëm kur na vite dera turimve. Dhe dilçin Gatroshin derën. Bishën në ato të tjerë që ishin gati për të rënë. Okej, mos më allakasni. Mos më allakasni. Mos u turboni. Na ashtu. Ti sidomos. Turbo. Okej. Mauri, na thuaj çfarë informacionesh ke përgatis për këtë episod, kupton? Se do futesh te 7 mallkimet e Laertit pasaj. Deri në fund të këtij podcasti. Aty do të fus ty bashkë me këtë tjetrin që nuk di të rri një pa u tërbuar. Picasso. Por unë do të bie shumë shkurt me, domethënë ne gjithmonë nisim duke dhënë një informacion shumë specifik para prag të gjithë animes kur është nxjerr për herë të parë një biografi të autorit, por unë do të bie shumë shkurt duke patur parasysh faktin që kemi shumë gjëra për diskutuar për këtë si anime. Patjetër. Do të bie shkurt, krijuesi është Nakaba Suzuki. Qysh s'është duke vdekur? Na ka bë për çfarë të them me këtë anime. Në 8 shkurt të 1977-s lindi në Japoni në zonën e Sukugawa të prefekturës Fukushima, Japoni. E ma ty në gjërë kastër, ktheo djathas. Andina dropulli. Ai ishte një fan shumë i madh, ka nisur duke lexuar mangën e Dr. Slump. Ka qenë vorjo. Dragon Ballit, këti Dragon Ballit. Krijuesi të Akira Toriyama, mangën e parë. Sukukama me Toriyama me Suzuki. Hajde Tori, gjithë inspirim Tori. Okej. Por gjithashtu ka qenë fans me ato e nisit të filloi duke lexuar mangën e Dr. Slump, normalisht u bë fans Dragon Ballit dhe kishte edhe anime të tjera si First of the North Star, që po i bie shumë shkurt për ta përmbledhur për gjithë ata që nuk e dinë, është antari i fundit të një klani të rrezikshëm, të cilët zotëronin aftësi, ishte një lloj arti marcial shumë i veçantë që synonte pika sekrete të jetësore të kundërshtarit. I vriste tek pull serioz domethënë. Tip kështu Wing Chuni. Shumë i rrezikshëm kjo, njëra prej tyre dhe tjetra ishte Kinnikumas. Ç'ishte kjo? Kinnikumas. Kini. Njeriu prej Kimia. Njeriu prej muskujsh. E më mirë. Kjo sigur ne jemi prej hekurit. Gjithë ata të cilët shikojnë se googlojnë. Unë jam prej Titani, po të betonjë. Jo, për gjithë ata që mund ta kanë parë se kanë lexuar, kanë googluar shumë që për anime të vjetra, po ta shikojnë në logon ose foton e parë të kësaj, e kupton direkt se kush është. Dalin sa muskuj. Se edhe unë që pash pastaj dalin me tule. Po pse bëj kështu se unë tule. Ça drejshim do të tregosh me këtë. Debutimin e tij të parë Suzuki e bëri në vitin 1994 me historinë Revenge. Dhe ka publikuar në Weekly Shonen Magazine. Po, edhe ky. Që nga futurëndshëm, Revenge. Nga 2012 deri në 2020 dhe fitoi Kodansha Manga Award e të 39. Po, e kuptoj. Që është një ndër çmimet më të rëndësishme, më të famshme të mangave. Çfarë thure? Interesant. Hallalli qof. Por mangën më të mirë shonen të cilën ai ka bër, është ajo për cilën ne po flasim tani, Seven Deadly Sins, e cila është një ndër mangat më të shitura me 55 milion kopja në qarkullim atëherë, që nga shtatori i 2023-shit. Qa bëhet shumë. Duke kthyer në njërin prej më të shiturave dhe më të famshme. Flasim me miliona në këtë, ale mos ta shif kështu ne. Ç'a pandeti. Flasim me gjona të rënda, nuk jena kështu konsekvent. Dhe domethënë kjo si anime ka 5 sezone, secila prej atyre ka nga 24 seri. Po. Ka bër disa filma dhe çu e kemi thënë OVA. Po. Original Video Animation. Po. Që të bie edhe kësaj shkurt se ndoshta ajo të gjithë mund ta kuptojnë OVA. Po. Është i gjithë historiku i mangës, para se të bëhet anime. Ka segmente histori të shkurtra të cilat mund të dalin pak nga rrjedha kryesore e animes, e historisë, por këta që të mos ta fusin direkt tek animimi, e bëjnë pjesë më vete dhe e nxjerrin domethënë në të njëjtën periudhë që nxjerrin edhe seritë e animes. Është më vete, por është po prap pjesë origjinale e historisë. Kapito. Okej, ne me kaq herë do ta mbyllim këtë pjesën e parë. Një hapësirë shumë e shkurtër publicitare, ca sekonda janë. Shifemi pasaj. Shadow Clone.
Ja ku kena ardhë prap këtu në pjesën e dytë, me ca anime të bukura, e në me shoqni të mirë. Kjo ka rëndësi lale, pastaj tjerat shkojnë e vinë. Hajde tash, nisim. Ku jena? Mau na updatoj çik tash, më na rri kështu. Lutem shumë. Po pret publiku aty. Lutem shumë. Ore publiku nuk ja prishun po ty. Po je birë nona Je birë. zoti mafia që na ka Që qenë. s'ka gjë se gadit na mas ne. Ore po. Ha. Mendova që për gjithë ata të cilët nuk e kanë parë, të bëjmë një përshkrim shumë të shkurtër se për çfarë flet kjo anime, si nis dhe normalisht gjatë gjithë podcastit ne do diskutojmë disa nga momentet më kryesore dhe Po. Tu disa kuriozitete, do ta shpjegojmë më qartë. Stop një sekond. Këtu jena spoil alert. Ngopta? Ju lutem. Disclaimer, spoilers alert. Ishte sigurt që nëse unë do ta shikoja këtë podcast edhe do dilte ajo spoiler alert, unë prap do ta shikoja. Okej, Prap do ta shikoja. Ne po i dalim borxhit. Po Ngopta? aty që do na Sigurisht. që do na vinë kështu ça bëre ti? Ngopta? Me pik, me pik Kolcet ça katana. bëre ti? Pikërisht, apo si samuraj, kështu pamam se jemi edhe në ato, jemi edhe në ato fusha. Jo, vërtet unë do ta shikoja, nuk e di pse jam kështu. Mos e hap atë se është spoiler, unë Bart, kjo anime. Ja ky është një nga 7 mëkatet. sepse e di shumë mirë. Okej, Kur është atë për vrau Të macën. ndihmi. Mua s'm ka vrarë për zotin. Ja tek jam. Ja tamam se çfarë po butoni kush. Bam. Po pra bum. Ose si ato te ato filmat horror, mos u fut këtë se ka Po, thënë. dhe gjithmonë futesh. Gjithë aty. Pikërisht, edhe unë. Okej. Kjo është një nga anime që o do e pëlqesh ose do e urresh. Jo, Kush e ka urryer? Pikërisht, nuk Kush ka është qenë- nuk është kush nga është ata ai- anime që futet në Kush ka këtë qenë kategori. ai? Më beso vlla, unë nuk mundesh do ta urresh. Është po. Sepse i Mund ka të të pëlqej, gjitha, po. i ka të gjitha. Por që me brenda. aq sa kam parë më shumë e vësiti. Sidomos nga fundi, un po të flas, domethënë nuk po bëj spoiler akoma. Kupton? Un Akoma. jam një person që po e bëj deklaratë zyrtare këtu në televizion, ç'a është ky? Podcast. As nuk e di vetë se çfarë është podcast. Mikrofon me kufje. Edhe një tavolinë. Jemi bërë si të iluminati. Çfarë të doni ju? Un 3 seritë e fundit nuk i kam pa. Do më kujtoni Mirë ke bërë, mirë ke sepse nuk i kam pa. Ah. Besoni për këtë. Aha, e kuptova. Ata them u që tani të bëra. Mos u do. Rri, do ta bëj unë. Sepse edhe unë kam hedh laptopin tutje nga kështu që po ke të drejtë. Po që prapse prapë sosa për kështu për ironi. Duhet ta sose, nuk po tek e mundesh. nisa gjithë mundi aq kohë sa e ndoqja. Krenaria Po, ime le- nuk më la. Le të bëjmë një herë Një rezume, një prezantim shumë të shkurtër se për çfarë flet kjo anime dhe më pas kalojmë te këto temat pikante. që Absolutisht. Ju të dy. Që dushme. Ky këtu një herë i ka lënë ato 3 seri që Ata- të hëngër të morte që i ka lënë pa pas. Po bërë nuk të i shoh, bukur. nuk ka shanse Po të ti shoh do më. ta kuptosh pas arsyen asaj. se un po them që është shumë e bukur dhe duhet të shohësh. Ai sa dali direkt çaj. Nuk kam besim te ty, Gjithsesi, kjo është pak po e ajo sigurt. episodet e fundit thjesht bëjnë lidhjen me sezonin e ri që doli me ato. A fiks. Dhe jo Ka që vetëm, bëjnë lidhje jo me vetëm, atë. por gjithsesi un nuk dua ta them tani këtë, se do ta them në vazhdim. I thua je më mos mos kim shir. Në serinë e fundit, të sezonit të 5, tregohet që mbaron gjithë beteja dhe personazhet nuk qëndrojnë më si një grup, po gjithsecili shkon në vendet e tyre respektive, në mbretërit, në zonat, në Ne sap të shtëpitë. vetë, e ke Po. parë. Gjithë Terezit Të vetë. cilin ka E tunin mbaron e vet. dasmën, Njëri ka kredi për të paguar, Mbaron tjetri. dasmën, i kryen ato adetet edhe kthehen në shtëpi tani se vajti ora. Po. Kupton, domethënë se kanë punë nesër. Jo, ke punë menusën. Nuk ke punë Po pra nesër. tregon që gjithë bëhen familjar, Elizabeth personazhi The Romance. Po. Ishte kështu si periudhë vere kur ka mbaruar. Periudhë dasmës më Po si pra, tash maj qershor. Fillon fillon sezoni në jug, prandaj fillon sezoni në jug e u shpërndan gjithë bani kamarier. Fetaj në lek pra nxjerrën në lek se të Po kemi pra, pikërisht pikërisht. para si milingona. Bani mund të bënte shumë kollaj bakshish, me thënë drejtë. Renc që ka. Po, vallaj për Eskanori zotin. do Po, ishte po. më i frikshëm. Jo, Eskanori çfarë? Eskanori do ishte pronar lokali. Çfarë do pish? Jo, ai do ishte bartender, ai do ishte bartender. Gjatë notës, gjatë ditës vallaj. Në atë E, fuqi që mos ka bëj- Eskanori do t'i thynte të gjitha ato të gocash që janë. shqe. Na lene Në tash. mbretërinë e bukur dhe të paqë të Leonesit, një rrezik i madh është duke kërcënuar të gjithë vendin. Por princesha e vogël e familjes mbretërore Elizabeth Leones, duke mos dashur të heqë dorë për të shpëtuar vendin e saj dhe familjen, niset drejt një udhtimi për të kërkuar një grup luftëtarësh legjendar të cilët mund të shpëtojnë mbretërinë e saj. To ishin 7 çunat e mëkateve, 7 kushërin të lajër. Jo çuna, jo vetëm çuna, duke u takuar Po, rastësisht që në fillim me drejtuesin e grupit, Meliodas.
Po. Ai më i gjati. Po. Ai më i gjatë. Ai si unë, ai si unë. Duke e bindur që ta ndihmonte dhe të nisë një aventurë plot të qeshura dhe rreziqe që do të për të mbledhur të gjithë grupin në mënyrë për të shpëtuar mbretërinë e Leones. Po. Por ka një gjë, në japonisht nuk thuhet Leones. Si thuhet? Si thuhet më? Riones. Rionas. Ta se thuaj laert. Rionesu. Nuk e di, e shqiptojnë në mënyrë të tillë që Ata janë qeveri më vete, mo të fshyt besoj. Më pas kur është përkthyer dhe është dubluar në anglisht, ka marrë formën Leones. 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 Ata e shqiptojnë, me sa di unë japonezët nuk e shqiptojnë dot vën, sa kanë disa shkronja të cilat ata nuk i shqiptojnë dot, edhe v nuk e shqiptojnë dhe kur thonë video, thonë video. Pse vetëm vend Bideo. kanë problem? Video. Jo, kanë disa Sawa. shkronja, kanë disa shkronja, po përmenda një që nëse sa për referencë. Ti japon një zhllë aty, kupton, hajde ma bëj çik ti më japonisht tash. Voilà. Si bëhet zhllëja japonisht. Video zhvlavula. I'm sorry. Mo ka të më shtjelli tov budallëç. Bëre një herë. I'm very sorry. Okej, shko. Është e vërtetë. Ashtu e thonë gjithmonë. Po, si fillim, si manga është publikuar për herë të parë më 10 tetor të 2012-s dhe më pas është kthyer në anime, që është nxjerr seria e parë më 5 tetor të 2014-s. Dhe i përket zhanrave aventurë, fantazi me demografi shonen. Po. Që e kemi thënë janë libra komik që synojnë djemt adoleshent ose djemt të rinj. Po pra 16 vjeçarët. Jo. Çohuni prej krevati 16 vjeçar dhe shikojeni Seven Deadly Sins. Po do na i bësh me trauma më burr, po më lemi le. Soni çike, Adoleshentët se se kur nis adoleshenca një herë. Adoleshenca nis, a ka mundësi se puberteti Që nisi 8 12, jo. Sa kur? Që 10. Po pikërisht pra adoleshencët. Po pra, po nuk është. Mos e dëgjoni. Kjo është një anime që të përgatit për jetën, kështu që shikoj. Jo, përgatit për jetën. Shikojeni, më besoni. No. Shiko, me thënë drejtën nuk është aq e rëndë. Na ma. Nuk ka ndonjë mirë. kështu. Unë se mersha vesh ato pjesë, domethënë. Mos fol. Pas kam pa i vogël, sekond. isha wow, okay. Ku është lufta? Besoj Elizabetën se pe kur në sy apo jo? Ne. E për pikërisht. Ky është problemi. Pikërisht edhe unë. Flasun se pa shkur Elizabetën. Okej. Ore ju, influenca shejtanit, ta leni rahat. Ore, po sepse Elizabeta kishte shumë sy të bukur. Shumë për zot. Dhe Vetëm njërin që e shikonim, nëse tjetrin Po, po kishte një sy, Ti po e kishte edhe atë sy. Kishte një sy, dha, vetëm atë kishte shumë. një sy, tha, Ajo kishte një palë sy e gjysmë. Po. Gjitha të sedër, Po çfarë? pra, po gjitha të personalitet pra, s'flasim këtë këtu. Okej. Se po na bosi shumë ekspertë ti gocë herë. Për të morim Jo vesh. pra, un po i mësoj, po i përgatis të vegjëlit për të ardhmen. Ashtu, ë? Duhet të mësojnë që në vegjël. Soni më se Mendoj ngel. se po Tu pra. lut Fortnite e budallë. Po pra, deri në morra Fortnite. Mos më shaj se për zotin kallzet mikrofoni. Më fal ferë. I'm sorry. Mos më ofendo mushikusit se çfarë bëhet tu. Okej. Seven Deadly Sins fillon, siç e tham, Okej, në unë 2000. Edhe? Është sinjal për stop. A ka mundsi? Ngrej Jo. duar lart. Për zotin unë s'kam rovole. Ska vasut. E çfarë bëhet? Stop një sekond alla. Kam punë se jam tash. ajdut. E kam shpinë nga instituti. Okej. Çfarë këto? Më thuaj ti. Jam kurioz. Ti jesh. Si ka nis rrugtimi jot? Domethënë me pjesën e të shikuarit anime. Pra, Anime. na the pak që e ke nis tash vonë, por Po. me çfarë e ke nisur, domethënë dhe çfarë të kanë ndikuar ose të kanë ndryshuar në opinionin se si mund t'i kesh parë apo i ke dëgjuar më përpara. Atëherë, anime e parë që kam parë ka qenë Attack on Titan. Ajo ka qenë e para fare. Nisa ta shikoja, me thënë drejtën, edhe unë kam qenë kështu skeptike. Kur flisnin të tjerët që jo po kjo, me thënë animet ju shikojni janë dhe thëmë ç'a janë këta. Me thënë ç'a janë këto, me thënë kaq të bukura janë apo si qyshtet. Edhe e kam nisë me Attack on Titan. Ka qenë histori e lezetshme, domethënë okay, është më serioze nga ç'duhej, vija e logjikës që është shumë interesante. Ama në momentin që e kam mbaruar përpara se të niste sezoni tjetër, me thënë përfundimtari Attack on Titan, kam nisur drejt të shikoja Seven Deadly Sins,
që më doli thjesht në një baner atje dhe thash okay, hajt se po e shoh. Me thënë thjesht këtu ka nisur tek Attack on Titan që u bë shumë viral aso kohë, e thash hajt se po e shoh dhe unë se ndoshta kur thuhet ndryshonte çka të këndvështrimin brit, se dhe unë kukulla i quaja. Po, si të gjithë. Por tani jo, në 2 sekonda me Attack on Titan e kam nisur me thënë ti shikoj animet seriozisht, se për atë punë kam nisur që e vogël me Dragon Ball, më Si kupton? të gjithë. Me One Piece piratët e vegjël që jepte te Po, Çufua, te e parasysh Çufu. ose dhe Qarkohe. Oli dhe Benjin edhe këto, më gjëra të tilla, më e kam nis. Unë nuk e dija që ato ishin anime, Po, por mua se ishin kishim thjesht kulturën. Tu I pa Mos të them pjesë. pikërisht, mos të them që tek Çufua te Bengu ku e jepte tek Çufua e jepte Dragon Ballin, e Po. më mendsi tani, kur I shikoja, mendoja se ishte prodhim shqiptar, më kupton, me thënë aq out kam qenë na jeta, nuk e dija që ishin prodhimet Ata po huaja të e shqiptar gjëra janë tilla. men. Po. Shikoja dhe Sailor Moon atëherë, Po, po, këto e Zenki, parasysh, këto po të- çam ke kujtuar për zotin. Zenki. Edhe me Kanë Zenkin, pastaj që e nisa seriozisht, unë prapë, me thënë jam pak kalama, me thënë të drejtën në shpirt, nuk e kam humbur atë. Edhe Ç'është Barbin me të mund të keq, shoh, ore edhe Barbin mund të hap ta shoh tani, nuk ka pse të jetë anime, thjesht mundem thjesht të hap një kukull dhe ta shoh. Për më tepër që animet janë kështu. Shiko, kanë shumë 12 vjeç e sipër. Pa. Sigurisht që unë do ta shikoja dhe për sa I përket këndvështrimit për jetën, mendoj se nuk e dia ma ka ndryshuar apo jo, sepse unë kam qenë e pjekur që 10 vjeç. Më kupton edhe thjesht më ka zgjeruar pak më shumë horizonti dhe vërtet ja vlen ti shoh sepse vërtet kanë mesazhe për të dhënë. Nuk është domethënë ai shablosa që marrin këta që janë thjesht kukulla për fëmijë, nuk janë kukulla për fëmijë. Jo, nuk janë Ne kukulla Fal, për fëmijë. edhe nga unë- Tomi dhe Jerry, më fal, edhe nga Tomi dhe Jerry ti e merr një mesazh. Ata Po. zihen Po. por duhen në fund. Po. Ti merr një mesazh dashurie pra. Me thënë mos ta marrim kaq tabu sa që bëjnë këta që jeni burra na 30 vjeç dhe shikoni anime akoma, po janë për tu parë. Pra janë kukulla për të rritur pra. Po, Fiksojeni në animime trupin për të tuaj. rritura, por unë do thoj një nga animet që unë kam parë, unë nuk para qaj me filma ose seriale, mund të numëroj me gishtat e një dorë ato që më kanë bërë qaj, dhe njërë ndër Unë jam çik për to, sensitive me të drejtën. edhe unë jam shumë sensitive, por nuk më Je bën. sensitive dhe ke qame shumë Sepse pak, jam sikur po, s'më bën Jo, mua. jo, ta horoskop. them realisht dhe një ndër animet e vetme ASMR. që më ka bërë të qaj me orë të tëra ka qenë Violet Evergarden. Ç'është kjo? Anime. Qyro kjo me ja. Është. Çero shkymër. Ajo qyro shkymër Ajo tamam. Sidomos një seri, Është. mund të them, kam qarë plot 3 orë. 3 orë. Po, vërtet. mirë, 3 se- orë vetëm për asaj seria. Aq më ka prekur, domethënë duke qarë kështu më të madhe. Dukesh që I ke ca drasa mangut. Nuk Por e mbyllim këtu. me të qame, me të qurravitme. Me thënë drejtën mua më ka qatia për atë punë. Jo, edhe unë jam kështu sensitive si Do ta rekomandoja Violet Evergarden, është shumë preksa, animimi është nuk më On pëlqen, e point. di çfarë është problemi me mua. fantastik, nuk di pëlqen, çfarë nuk më them. pëlqejnë shumë dramat. Me thënë, më pëlqejnë, me thënë të kalojmë drejt e aventurat në Dragon Ball, Seven Deadly Sins, që po them me thënë dhe Hunter x Hunter. Këto do me thënë janë ato që unë bazohem shumë. Edhe Attack on Titan ishte shansi që e pashte. Jo se s'do ta kisha parë sepse Po. vjen logjikë se ka të bukur, po që I dua do me thënë aventura dhe të jenë komike, sepse duhet të nxjerri pak do me thënë tani ti je I mërzitur nga jeta jote me drama, me gjëra dhe futesh edhe sheh edhe diçka tjetër që të jep po drama në jetë. Është vërtet. Nuk Po, më pëlqen. Nuk Por më pëlqen. të përmendim edhe të japim shpjegim pse kjo anime quhet Seven Deadly Sins për të gjithë ata të cilët nuk e dinë që e përmendi edhe ky këtu. Kush ky? Ky që kam këtu. Për momentin është vetëm hija e ti. E ka me atë tjetër, jo me mua. Ta dini. Mendoj se 7 mund të mëkatet e laertit, por në fakt janë 7 mëkatet e vdekjes. Dhe përkthimi në shqip është 7 mëkatet e vdekjes sepse 7 mëkate të vdekatarëve. Kupton? që unë e kam Vdekatarëve, E një robi që di po- pak anglisht, që kupton? unë e kam edhe në bio në Instagramin tim, në Seven Deadly Po Sins mirë, Collected in One. gjithsesi përkthimin e ka të Lutem. tillë. Dhe secili prej personazheve, që është shpjeguam që Elizabeth, princesha e vogël e familjes mbretërore, shkon për të kërkuar një grup luftëtarësh legjendar, të cilët ky grup përbëhet nga 7 pjesëtar. Dhe secili prej këtyre 7 pjesëtarëve përfaqëson njërin prej këtyre mëkateve. Dhe kryetari I saj, Meliodas, është Migjati. Po, duhet ta theksoj. Më I foj. Ai Gjatë, më I është fojti. 1 metër e një gjysmë qofte I Ua gjatë. që na sa unë për zotin. Na jena gango. Ishi perfect match, lele. Jena gango Dhe për zotin. ai Po, përfaqëson sepse dhe ai ka një fetish të frikshëm për Elizabetën kështu që po. Po,
jemi perfekt match. Ç'po bëhet këtë podcast shumë sot për Vetëm 12 vjeç e sipër mos harroni. Vetëm mëkate. 18 grupi, ju lutem. 12. Apo si boni dhe 10 vjet shive. Përfaqëson mëkatin e zemërimit. Po. Pavarësisht se mendohet Meliodasi. Po, Meliodasi. Se kam harruar. Pavarësisht më i se urti këto Pra është. Shikim vdekje. Por ka dhe ai. mos u më bëj të Këtu, shkoj te këtu, mëkati i shoku, zemërimit. A ka mundsi? Më di ka Pavarësisht tema. se gjithë pjesëtarët e grupit duket sikur janë personifikimi i gjallë i këtyre 7 mëkateve, në fakt po ta shikosh me thellësi dhe po ta shikosh të gjithë anime, kupton që ka një histori shumë më të thellë dhe të vërtet pas këtyre mëkateve që janë dhënë. Dhe Meliodasi, unë kam nxjerrë dhe historinë arsyen pse kanë marrë këto mëkate. Shkurtimisht ne i përmbledh. Të lutem domethënë dhe për shkak të minutazhit të kërkojmë ndjes, por do t'i përmbledhim pak shkurtimisht, duke qenë se është dhe një anime që besoj që një pjesë e mirë nuk e kam parë, pra është një anime Shame on you. Pikërisht. është një suggestion Ja, shumë e fortë. Është një suggestion, një anime suggestion. Domethënë ky është një episodi i sotëm është anime suggestion. Po. Kështu që shikojeni se është shumë e bukur. Do dal me banderol të bëj shumë. Shihe. Do dalim Për këtu zotin. të gjithë bashkë. Jo, vërtet unë ke idenë sa e sugjeroj dhe unë, Po, zot. është Unë e thjesht mbaj mend pas fantastike. 3 vitesh akoma që e kam parë dhe e kam hapur prapë tani Netflix ta shoh. Me thënë aq e adhuroj si gjë. Po. Është fantastike. unike si gjë, vërtet është vërtet shumë unike. Okej. Meliodasi e merr këtë mëkat përsipër, mëkatin e zemërimit, si dënim për veten e tij, pasi e ndjente veten në faq që nuk arriti dot të mbronte Danaforin, Po. vendin, fshatin, qytetin e tij ku ai dhe Liz po jetonin. Liz Po. ishte e dashura e Meliodasit përpara Elizabetës, por që nuk po bëjmë Nuk më është shumë spoiler. Nuk është ashtu siç duket. Ndaj po të vërtetë. Shikojeni se Futi do të pestin që të flasim për- do i bëj shumë sens më vonë për gjithë ata që kanë për ta parë. Nuk arriti dot që ta mbronte këtë qytet nga shkatërrimi. Dhe historia zyrtare është se Meliodasi humbi veten në zemërimin e tij dhe asgjësoi dhe vetë mbretërinë. Po. Kjo është arsyeja pse Meliodasi Hallau. personifikohet me këto mëkat. E di ça? Dhe Po na të është- gjithë do vdisni. Po. Është dhe Diana. E bëri si Po. Daenerys. Diana është një ndër Klea, personazhe. domethënë thjesht i përmbledhim më mirë, domethënë se besoj edhe për shikuesit do jetë më në interes. I përmbledhim më mirë në Vetëm thjesht- mëkatin. vetëm mëkatet, domethënë sepse thash, edhe prej kohës nuk e kemi dot këtë lloj mundësie. Do t'i zhbirojmë ne, do t'i zhbirojmë Do ne. gjatë diskutimit do merrni vesh shumë gjona, edhe shumë Po. spoilera, një Po. kohësisht. Kështu që na falni. Diana është mëkati i Zilis. Po. Ban. Ziliqare po. Klera. Sa e urrej. Magjistarja? Jo. Jo, Merlin. Gjigandja. Gjigandja. Diana, mos i gatro. Diana. Gjigandja, ban për të gjithë gocat. Dashuria e Do jetë krashi juaj i parë, më Merlin. besoni. Jo i pari, do jetë një ndër krashat. Po do jetë i pari, një gjë më. Ai është, ai deli i pari, kështu që siç ma fitoi zemrën dhe mua, ashtu do ta fitoj të tërë sigurt. Dhe unë për atë e pash gjithë, se më deli si nxjerr. Derisa dali babuçi, Jemi që do Dale, ta dale, themi po, se po. kur. Po, po. Kemi një babale. Ashtu. Është King, Po. mëkati i përtatësisë. Miza. Të do ta urreni të gjithë, është e sigurt. Është si miz. Shiko, në fillim ai del pak si Karagjoz, del çik si kështu ka një ca mimika, kështu që ti Pa, jash pa. ty për turratin. King Është është 150 zan. Për kila. gjithë ata King është zan, unë do të bëj një përmbledhje në fund se King është gjesti. O zot. Po pra King është gjesti. O bo. Anyway. Gother, Gother po. mëkati i Ai- dëshirës, i epshit. Epshit. I shkreti. Se po doja ta thoya çik më butshëm. Jo, s'ka, domethënë Jo, pra i dhe konotacionin e dur, nuk e Prandaj dulëm borxhit i tham që kjo anime është çik Për për 12 18 po, sipër. po, Po 12 rrimë i mirë. 18 hiqi dhe 6 vite. Po. Yes sir. Shtoj 6 prap. Jo, i gjej. Merlin, Okej. kjo është Krashi. magjistara. Drita Edhe jo, imi, është kjo. koleg. Gashi. E urreva pak atë, urreva çika atë. Po ai do flasim edhe për atë Shumë e pjesë. zgjuar në atë rast, është shumë e Po, po. zgjuar. Shumë e mira. Dhe është mëkati i grykësisë. Po. Çfarë që kjo? Grykësia. Pangopjes. Ah, pangopja, okay. Ngopet ajo na herë. Po, lakmia? Po, Apo po, jo, po. lakmia, grida, jo e Po, ka, okay, në lakmia, rregull, po, domethënë okay. grykësia, lakmia, Në sinonime sim, pak a okay, shumë. sim shit, po. Dhe i fundit, po jo për nga rëndësia. Për nga rëndësia, Është i pari. The one and only. nga është dhuar, Eskanor, Eskanor. The Babalia. Lion Sin of
Pride. Mëkati krenaris. Ashtu. Eskanori do që ose një vlonjat shumë i frikshëm ose një mirëditor shumë i frikshëm. Kush mendon se do t'i shkonte? Mirëditor se ka ato msteqet. Po pra po. Domethënë, Eskanori. Është, Domethënë skanor shka bën. ai është Lale karakteri im i preferuar. Unë siç po thoshte edhe kolegja ime, dësha mirë se e kemi të dy, ja të heqim këto mesazhet. Kupton? E kemi cover. Nuk e di se sa duket, nuk e di se sa. Se na dolën mesazhet. Jo, nuk e di se sa duket, po. Me telefon. Here. Ja ku jena, domethënë, ne jena fansa të Eskanorit. Kështu që Eskanori e kuptojnë vetë gjitha. Mbreti, nuk e kuptoj pse si duhet të qej ai, ajo zana, ajo miza mushkonja, si mund të qej ai King. Imagjino ta Do të përkthesh ishte në shqip atë, Eskanor. do ta thënë Omrat, duhet të jetë Omret. Elbasan. Po, është e bukur. King from Elbasan confirmed. King Radioactive. King Ballokumsi. Për zotin. Do na fillojnë gjithë Elbasan lit tash do na. Ballokumet e Elbasanit, Unë e di që sa para. unë kur ballokume e Elbasanit. O do më sjellësh? A ka mundësi bëni këtë muhabet? Okej, hajde. Let me Wow, slide. për ballokum. Okej. Secili për këtyre pjesëtarëve të grupit është shpallur dhe gjykuar fajtor për kryerjen e një krimi të rënd nga mbretëria e Lionesit Me mirë kam bërë. Po, Mirë kam bërë krime, vetëm krime bëni. dhe titulli i tyre është dhënë bazuar në dështimin domethënë në dështimin që ato patën për disa nga gjërat që bën. Dhe ato kanë patur tituj konsideroheshin kalorës të lartë dhe të rëndësishëm të kësaj mbretërie, po për shkak të tentativës që ato bën për të hedhur nga froni dikë, normale, nuk po ja them emrin. Edhe unë të dua t'ja them emrin, s'po më vjen më. Shpëtuat për momentin, shpëtuat. Ata u shpallën kriminal dhe janë dënuar kush me burgim të përjetshëm ose me milion vite burgim ose kush është dënuar me Ma vdekje. shkatrojnë burgu me tek handshake. Po. Rrim për qevlla, hanë për qyt. Shumë shumë. Prit sa të vinë çunat po rriçi këtu në burg. Po pra, po hanin qyt pranë qeveria. Është edhe është diçka tjetër, domethënë fakti që është interesante se si autori, pra vetë krijuesi, ka bërë një kontroversë shumë të bukur. Sepse më fal që ndoshta po të bëj paraprit në një informacioni, por po e bëjmë në formë diskutimi. Po. Është shumë interesante se si autori ka futur mëkatet tek njerëzit ose tek gjysmëzotat, se disa janë gjysmëzota, le ta themi kështu në këtë formë, dhe demonët, pra që janë 10 commandment, pra 10 komandantët. Here we are. Po. Këtu do keni edhe krashat të tjerë ju vajza. Kanë secili si fuqi virtytet. Pra dashurin, the truth, të vërtetën, e të tjera, pra janë 10 virtyte njerëzore. Me leje të lutem? Patjetër. Atëherë, a nuk dalim këtu që regjizori mund të ketë qenë diku satanik? Që po na e bën që të duam Jo, demonët absolutisht. Pse, Absolutisht. vërtet, përse u vesh virtytet demonëve? Sepse ka diçka. Domethënë, teoria ime në këtë pjesë. Okej, këndvështrimi s'ka lidhje, po. Mëkati vetvetiu është me njeriu. Apo jo? Okej, po. Siç na është Ajo të normalisht bën ty njeri reklamuar në fund ditës. për më tepër, pra jo perfekte. Po. E njëjta gjë. Nobody's Por perfect. ama mos ta harrojmë diçka për shembull, nga me aq sa njohuri kam unë gjithmonë nga ana e fesë. Ju lutem mos na kryqëzoni. Nuk di shumë, nuk jam specialist, nuk jam teolog. Asnjë Edhe vet edhe vet mos harrojmë këtë, domethënë krye ëngjëlli dikurshëm, pra Luciferi ka qenë dikur ëngjëll. pikërisht. Bravo. Ëngjëlli më i bukur për më tepër. Për më tepër dhe më i Po, është ëngjëlli më i fuqishëm. bukur, Dhe më i po. fuqishëm. Dhe ai u dëbua apo Po, jo? po. Pra, dhe ai ka një të mirë. Po të shikoni për shembull dhe serialin Lucifer, që unë realisht e sugjeroj, është pak pëlqen ai. është i bukur. Unë e sugjeroj realisht sepse Ja, ka vërtet? thellësi, ka thellësi. Po, Okej, shumë. okej. Deri në sezonin e fundit mos e shif. Vërtet. Po. Është diçka limonat, është Okej. diçka limonat, po ka mesazhe shumë të forta njerëzore. Pra ata e trajtojnë në këtë lloj forme që edhe një i keq, pra edhe një demon, edhe çdo kush e ka një grim të mirë. Për shembull është dhe një analogji tjetër e imja. Pse janë 10 commandment? Apo është kjo ajo që ne duam të besojmë? Kjo është secila domethën pasaj çështje Kjo kanë është shumë vështrime. mind blowing pas. Është çështje pra, kanë vështrime. Kjo është temë tjetër, gjithsesi, hajde të flasim. Hajde vazhdojmë të 10 commandments. Domethën 10 commandment janë, domethën edhe kjo lloj paralelizimi, janë 10 urdhresat Po. e Po, Zotit. po. Pra është dhe kjo lloj gjëje që mua më ka ngacmuar gjithmonë. Po. Prandaj si ka mundsi demonët kanë një virtytet dhe janë 10 demon, don 10 Po. komandant Po. demonësh. Dhe janë 10 urdhresat dhe mos harrojmë diçka. Demonët
disa nga demonët, domethënë aty, shfaqin ndjenja shumë të forta. Si për shembull Zeldris, Monspiti gjithashtu, Derieri po ashtu, është edhe ai, nuk e kujtoj atë demonin Leila si e ka. Galandi apo jo? Jo Galandi. Jo Galandin i të vërtetës, ai që fshihet brenda këtij me armore të kuqe, se s'po më vjen emri. S'po më kujtohet as Nëse, domethënë të gjithë kanë në thelb. Nuk na falet, Domethënë nuk na falet e vërtet, por të gjithë kanë një pikë që zbuten. Dhe është elementi i dashurisë. Galandi s'u zbut ndonjëherë, me të drejtën. Galandi ishte i të vërtetës. Që idiot. Ai, domethënë, nuk supozohet ai rriskoi më shumë se ç'mund të mbante dhe ama ajo ability që e kishte që në rast se ai gënjente vet, kthej ngur. Interesante. Pra ai është, domethënë, më të drejtët. Ai duhet marrë shembull, okay, ai s'pas ka që kaq idiot, okay. Isha haruar këtë si detaj, isha haruar. Më fal, ma bëni Allah, kam 3 vite që e kam parë. Okej, neve domethënë ta mbyllim këtu këtë moment, se arritëm çike sahati jon që duhet me bë këtë mbylljen e pjesës së dytë, e ne do shifna në pjesën e tretë. Do vazhdojmë se ka debat fuqishëm këtu. Dëgjoni mua. Shifna pastaj. Shadow Clone. Njegu kthym prap, mirë se na gjetët, edhe mirë se ju gjetëm. Këtu plasi sherri vallaj, kupto, Eno e çum spital tash se ka një 2 brin thyme, kështu. I ka ngelur. Po presim ambulancën. S'na dini. I ka ngelur dora me gjak atje, aq kesh janë therrur, shikon, aq kesh janë therrur. Po vdiqa. Okej. Po ç'bëhet? Okej. Atë jeti më burr. Atë jeti. Okej, ne pak a shumë e lanë tek pjesa e këtyre që si ka mundësi janë trajtuar në një lloj forme ndryshe. Por gjithsesi, ti kthehemi prapë asaj së bashku, domethënë që janë këndvështrime të shumë njerëzve, pra mos ta rrim diçka. E mira dhe e keqja nuk mund të ekzistojnë pa njëri tjetrin. Po. Pra domethënë si drita me errësirë, nuk ka hije pa dritë për shembull, nuk ka errësirë. E njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e demonsave dhe të 7 mëkateve, pra të herojve. Bazuar edhe te kjo që ajo është thjesht një fantazi në fund të ditës, se ke parasysh sepse e mira është e mirë, e keqja është e keqe, pastaj edhe ajo çka ka dashur të bëjë regjizori që tu veshi virtytet të mira dhe demonëve, nuk mendoj se një demon, ajo që ti beson me thënë fe, është i mirë, më nuk ka demon të mirë. Ose si ai ka dashur, domethënë, është fantazi në fund ditës, ajo është metaforë, domethënë në pjesë metaforike. Është fantazi dhe thjesht nuk ka dashur veshi këto virtytet e mira. Kjo është e bukur të krijuarit një historie, sepse ti mund të marrësh referenca. Më falni. Por ti mund fal Zotit. Zoti të falna, nuk të falna. Fal Zotin. Okej. Ti mund të krijosh histori sipas asaj që ti dëshiron, mund të marrësh referenca për ti e transformon, jep elementet e tua dhe un kam një teorinë time që besoj fort se aty ku ka të mirë ka dhe të keqe dhe as e mira dhe as e keqja nuk mund të ekzistojnë dot pa njëra tjetrën. Prandaj njeriu është perfekt në mos perfeksionin e tij, pasi ka dhe anë të mira, ka dhe anë të keqe dhe besoj se dhe autori këtë gjë ka dashur të patjetër, domethënë duke thënë që ashtu që janë demonët kryesisht shumë të këqij, kanë një anë të tyre shumë të mirë që në fund ditës i bën ata pak njerëzor. Dhe ëngjëjt nga ana tjetër që mendohet të jenë krijesat më hyjnore dhe të pastra, më të jashtëzakonshme, më të mira, më të pastra, dhe ato shfaqen në këtë anime si ndaj është anime kontroversale. Kupton, prandaj e bëjnë. Dhe në fakt kanë filluar ta bëjnë shumë në këto anime të fundit. Mos është i qëllimshme, mos do më na futën kurt. Po të them, nuk po të them kot. Mos do më na futën kurt. Duan të imponojnë satanizmin. Nuk e di pse kam atë përshtypje. Por duhet ta themi që gjërat nuk janë as si përfaqësore. Kryetari i këtij grupi Meliodas. Okej. Meliodas është demon. Po. Meliodas është demon dhe vetëm 2 prej pjesëtarëve të këtij grupit janë njerëz. Pjesa tjetër është një kingur Zan. Po. Është Zan. Është Bani dhe Skanori njerëz. Po, Bani dhe Skanori janë njerëz, pavarësisht fuqive që ato kanë. Diana shtyllë tensionit është gjigande, titan, gjigande çfarë është? Është gjigande, të vazhdoj ta urrej. Nuk ka ndryshuar.
O zot. Gother është një marionet. Gother është kukull, është një marionetë Mund t'i krijuar. përshtuash, nuk ndjen gjë, domethënë, vjen qellë. Interesante. Në fillim fare ka pas ndjer, por I shkreti. të gjithë ne Po. që e dim historinë, e dim se si erdhin atë gjendje që ajo është. Që emër Po. do ta shohin dhe këta vetë, na Do ta shkruani se kuptoni vetë dhe do ta ne dum ta dim se çajo ka pëlqyer. Loti ndërkohë. Loti ndërkohë. Nuk do qajnë me jo, do qajnë vetëm te 3, domethënë Ju do para qani 3 diku episodëve Hajde ta tjetër. themi, hajde ta Jeni flasim si pak të lutem, Do hajde, qani hajde, diku hajde. tjetër. tash me sa e Ta- kuptuat, Eskanori është domethënë The personazhi goat. i imi dhe i Dhia, Spursit, domethënë. dhia e grupi. Jo, The është goat. Luani. E di po them Luani dhia, the Kanari. goat, the Po. goat. Domethënë Kanaria Po është. pra, Por është, the Ti one. bëjmë një kështu. Eskanori mund të konsiderohet një ndër, jo mund të konsiderohet, po konsiderohet personazhi më i fuqishëm i të gjithë kësaj anime. Pra nëse doni të Sepse shihni. pavarësisht se ai është njeri, i është dhënë fuqia e njërit për krye ëngjëjve. Dhe ky është plot twisti më i fuqishëm. Gracie i Në atë zjarrit, moment- i diellit. Të gjithë anime të kthehet përmbys edhe ti e këtu what happened. Zjer diellin ai tek gisht, Tek tek Dhe- gisht. Në 12 të ditës. Po, the dhe one. merrte fuqinë nga dielli. Në Po. momentin që dielli ishte në kulmin e tij, në pikën e tij më të fortë, Eskanori Horizont. bëheshe personazhi The one. më i fuqishëm Po, në të gjithë the rrezullin ultimate. toksor. Dhe beteja që ka bërë me Meliodasin ka Ta e qenë Perfect unike. Cube. Dhe as pikërisht dhe e kam në 2 highlightsat e mi Ta kam pa, ta për kam pa zotin e për disa zotin, domethënë ajo ka qenë domethënë që më jepte kështu kokriza ma bënte trupin, domethënë ka qenë beteja më e bukur. Domethënë ka Demon asnjë King-un betejë bëje si ajo. skip, kupton Po çfarë lere lloj më çfarë gjoje. jo vërtet Ajo asgjë nuk ishte- që ajo që e përkryer, ajo ka qenë gjëja më e bukur domethënë që Domethënë është një lloj skene intens, llogariteni, Po. nëse do jap unë një lloj kështu personale si jam ndier, si Madara tek Naruto. Kupton skenat e Madarës, Me dy lufta me meteor. Might Guy që bëhet 8 Gate. Kupton? Unë- Ai lloj Ai intens. lloj është. forme, po. Ai lloj intens e është. di që duhet i futem edhe unë Naruto tani që po mendoj më. Naruto, unë jam Shiko, fan si Naruto. Shkencë Se vete nuk më Naruto. kujtohet mirë, Eskanori atje vdes? Jo. Jo. Ja, vdes diku tjetër. Është- E bëre spoiler. Çfarë bën ti? Po në spoiler. Jo, spoiler Spoiler alert që ka. Nuk vdes, jo. Bëjmë shaka. Ne, Bëjmë shaka, nuk so- vdes. Unë të bëre stila. Ten patkojnë na dielli. Atë bën. Po Jo, kur është ajo? Hajde do- se do në varet tash e hajde se thes, do t'i kemi kështu çfarë si bëjmë. do t'i paralajmërojmë, do t'i paralajmërojmë. burrave. Do t'i paralajmërojmë. Ai ndodh në fund, mbasi ndeshet dhe me Demon King-un që shfrytëzon, merr dhe gjithë një herë të fuqinë e fundit tij, po, Gracein po, nga Maeli, Po. merr dhe një herë të fundit Gracein, edhe vdes në fund që i jep dhe ajo Merlini, kuptoj sikur e kisha të puthur me lek. Unë do ta kisha fut me plumb asaj. Ti isha Për me thonë zotin. Eskanori e vut një ik. Ai s'kishte fuqi me jo më. Jo. Ama Ajo nuk e di pse Ajo po ajo ka ishte qenë dashuri shumë e frikshme. bukur me Po. thënë e Eskanorit ndaj Ishte one Merlinit, side. ajo ka qenë shumë e bukur Po. one side. Ishte Edhe one ajo side është shumë e love. dhimbshme. Por Ajo ishte shumë e dhimbshme. Ndaj po them domethënë që si anime do ta gjejnë veten shumë persona. Në momentin Po. që e shohin e gjejnë veten shumë veta. Sepse ka shumë natyra njerëzore. unë do thoya Pikërisht. që edhe Shumë. historia e dashurisë midis Kingut dhe Dianës është shumë interesante. Ata Ja. janë ti fus në grop të dy se nuk i shoh domethënë kam një antipati të papar për ata. Kingu kur ka dalë në fillim, okej. Po pastaj, po kur i dolën ato, domethënë se ça pësoj një ndryshime ato flatrat e ju bëhe si Po. Elvis Presley ose na sa i shëmtuar, Ajo që u ishte bë domethënë transformimi më i Ai shpifur. ishte transformimi i tij përfundimtar. Ishte i shpifur. Ore Ishte dhe i shpifur. e forta që ishte që TikTok u çmend na transformimi atë. Seriozisht mund të çmendesh Po, na. sepse Duhet të çmendesh për keq. po Jo për mirë. Ai është tani ta themi Mund të këtë ikësh Kingu amdja për është keq. zan, por ai Player, është zan player. mbreti i të gjithë zanave, është mbreti i të gjithë zanave dhe ata jetojnë pafundësisht. Po. Kanë Po. nuk mund të vdesë, nuk Si mund të kishte ajo vdesë. Elena, kishte emrin? Elaine, po. Elaine, Elaine. 1000 e ca vite ajo sa që po. Dhe Edhe pse Kingu- dukej si fëmijë. Kingu në fillim të animes kur i kërkojnë që të tregojnë Është ajo ngel diçka shumë e vogël. Noci boy. dhe ta No, mendoni ciga. që ajo është e dashura e Ban. Bani atje 2 metra e 50 sa e të vinë Alo, Rama Bani, ose. me eksperiencë. Po, Bani. 1000 vite Një vite eksperiencë. eksperiencë. Ça bëhet do vllai. O zot. Okej, mos na kalonin ato ura. Njerëz O, poster. zot, Shumë interesant. Dhe në fillim të animes Realiteti. i kërkojnë Kingut që të tregojë flatrat e tij, se normalisht çdo mbret
Izanave i ka flatrat, dhe ndërkohë ai ka 2 kramiza. Dy kramiza, ndërkohë që ai ka jetuar gati 10 milion vite, 10 ose 10.000 vite sa ka jetuar Kingu dhe thotë unë nuk kam arritur akoma pikurin time. S'ka arritur akoma në pubertet ose Do me thënë, pak e kemi namin që nuk piqemi shpejt. Kupto ky tjetër I futi 10.000 vite. Na fiku. e shtoi dhe më shumë si kështu tani si kishe. Gëzuar golek të pacha. Gëzuar të gjithë. Nuk ka shuneve, nuk kemi nuk shohim hajër. Na urrit Kingu. Pjeksh inshallah. Urit Kingu u bë adoleshent. Po. Pas 10.000 Që në atë moment, në atë skenë të animes, Kingu më në fund arrin edhe formën e tij përfundimtare, Më të shëmtuarën. Pjekjen e tij. Më të shëmtuar. Po pra. U poq më në fund. Mund t'i bënin diçka më të bukur, nuk e kuptoj pse. Jo, e ka urryer edhe ai që e ka pasur, e kupton, ai që natë e ka patur. Edhe I ka dhënë më të shëmtuar. Pritë do t'i bëj pyetjen tash. I loj të lezetshme. I loj të lezetshme kështu, është kështu. Është nga këto specat arabik. Okej, mua më pëlqejnë gjërat pikante, kështu që hajde të shohim. Vetëm sweet chilies më pëlqen dhe ajo tabasco. Po s'janë pikante. Jo, është çika ajo. Është më është. Është pak më. Koncentracioni këtu I erdhon. Okej, po Këtë koncentrohem. doje për shembull, ke mundësinë që ti jesh pjesë e botës së përëzit të Seven Deadly Sins. Sigurisht, do ma japin tani biles. Këtë doje të kishe mik tëndin të ngushtë. Mik timin të ngushtë. Qoftë femër, qoftë moshkull. Mik timin të ngushtë. Unë e di që do shkoja shumë mirë me Banin. Me Banin. Me Banin s'pemi të njëjtat karaktere, Okay. jam shumë e sigurt, karagjoz, ironik, të gjitha. Okay. Dhe është shumë komik, më thënë në llojin e tij. Asaj vetë se kupton që është komik. Dhe e di që do shkoja shumë fare me Banin. Okay. Shumë fare. Okej. Ai, Mirë. the one and only. Ai ka qenë arsye pse unë e nisa. E kuptoj shumë E kam mirë. të stampuar në një bluzë, të lutem. Aq e fiksuar kam qenë. Okej. Këtë doje të kishe për bashkëshort. Banin. Jo, një tash s'ka. Okej, një tjetër e përdoren di dy. për kë kam. Okej, një që më ka pëlqyer shumë ka qenë edhe Merri Skanorin se vdes ai, Jo, pastaj shkoi tek Eskanori, jo se Eskanori kur është në formën e tij normale ngjan si plak, nuk e di domethënë plak Po e marrim plak në malsor. Po e Jo, marrim në versionin e tij mirëditor. Jo, në kupton? versionin e tij, jo, nuk do më pëlqente Skanori për bashkëshort, e di kush do më pëlqente mua? Zeldris. Zeldris. Zeldris më pëlqen shumë. Vllai E me shumë Liodas. Po. Kjo ishte e papritshme për mua. Ose jo me Liodas si në versionin demonia, nuk do më pëlqente. Zeldris. Zeldris. Okej. Po. Me këtë do ta trajtoje pra Zeldris. Oh, nuk e tradhtoj. Unë nuk e kam në shpirt të Po, tradhtoj. e Zel- Nëse do ndahesha në Zeldris, do merja atë Monspit. Ai francezi, I lezetshëm, ai ishte shumë. Ai duke shumë, ai fliste me shumë qetësi, më pëlqente. Ai kishte fiksim deri herë. Do ta vrisja unë. Tani të lutem, do ta kapja, do ja plasja turrin në një cep tavoline ose nuk e di, më çam ti kisha bërë asaj. Monspitit. Për zotin. Pa Ai dashi. ishte aksident, nuk e di as vetë si ndodhi, jo të lutem. Pa dashi, ishte aksidentale. Po bëja kështu për marrje, po nuk arrita dot E të di pse shpëtoj. them Monspitin, kam patur një pëlqim shumë të madh mes Monspitit dhe Derrierit si çift. Dhe më vjen keq që ishte domethënë vetëm sekuenca në serial, nuk ishte tamam, se po të ishte edhe një fokus më I madh, ata do ishin një çift shumë, domethënë shumë I pëlqyer nga të tjerë. Shumë. Edhe jo se kanë marrë vëmendjen, ata e kanë marrë vëmendjen. Po. Edhe prandaj do më pëlqente po Monspiti. Unë Nëse do do ndahesha thoja- nga Zeldris, pse unë nuk jam tradhtar. Unë do thoja E kam e gjithmonë, nuk jam me një tradhtare. bindje shumë të plot që një ndër gjërat që unë realisht do thoja shikohen edhe për ata që janë moshë të vogël, është se pavarësisht gjithë skenave dhe gjërave, Tash domethënë përpos çdo shakaje, edhe një përpos çdo herë shakaje, por nuk është për mosha të vogla. Jo, e di që nuk përbahesh dot, por jo. arsyeja pse do ta thoja, pse do ta rekomandoja është sepse shumë prej personazheve, sidomos çunat, japin një shembull shumë të mirë se si duhen trajtuar vajzat. Po, Dhe se kjo si është- duhet ta dashurosh. Na pëlqen, është e vërtetë. Si duhet ta dashurosh sinqerisht, dhe si duhet të jetë një marrëdhënie e mirë dhe e shëndetshme. Po. Kjo është shumë e vërtetë. Pa ka mesazhe të tilla gjatë gjithë kohës. Është Jo, është e vërtetë. Okej. Ndjenja e Po. sakrificës, ndjenja e Ka Respekt, shumë respektit. të jep çdo shumë lloj mesazhe gjëja. dhe morale si anime. Shumë, Ama, fakti që Mendoj që 16 vjeç. Okej. Shiko, të lutem, do të japim Dilli I minimum- fundit 16 vjeç. Shiko, ose 15, Ja, sepse Ja, mund ta nuk shikosh. futet dot e nuk 15. është 16 Okej, sepse plus, shiko, e di po. pse e them se Nuk nuk do e është se ka kuptoj. skena të Jo, nuk e kam llafin për Nuk skena ka- kështu, se bëjmë dhe shaka. Vërtet nuk ka, vërtet Nuk ka skena domethënë Ama vetëm pikante për kështu. to
Do me Ka thënë që skena kështu dhume grafika shumë, po, disturbing, po. okay, po ama është një anime në fundit, se ne jemi rrit me Gokun. Mirë. Goku është me tjetër Frizën gjë. që Friza ka qenë legendi numër 1 i të tërëve, ke parasysh. Me thënë, ndërsa kjo Shiko, unë mendoj se kanë qenë dhe duhet, gjeneratat të tjera, mos ta rënë Po. diçka tani fëmijët janë më Imagjino më unë që sensitiv. isha 20 vjeç kur e pash, domethënë ajo të ndryshonte ta ndryshonte perceptimin për jetën. Do thënë të fuste në një kështu romantike, në një gjë domethënë që njeriu duhet të sakrifikojë apo gjëra të tilla, gjë që tani kanë humbur këto si. Pikërisht. Dhe prandaj njerëzit domethënë u duhet ndonjëherë sugjerime. Kultivim pra nëpërmjet Ja, diçkaje. domethënë tu imponohet edhe një herë në kokë që gjëra të tilla ekzistojnë. Jo vetëm dhuna makabra ose si janë për këta sot, domethënë është vërtet anime që ja vlen për tu parë dhe sugjeroj. Prandaj, domethënë që në atë moshë unë vërtet e sugjeroj. Po, 16 vjeç po për te shakas domethënë. Po, është vërtet sepse ti kultivon ato gjëra, me thonë ti merri të mirat. Në atë moshë ti e ndan të mirën a e keqen, kupton? Ti mund t'i marrësh të mirat dhe të këqijat i ndan. Nëse ti do të jesh i ligë është punë për ty. Nëse do t'i marrësh të mirat, prapë është punë për ty. Dhe unë i kam marrë të mirat. Prandaj është dhe kjo pjesa që çifti kryesor i kësaj anime është Meliodas dhe Elizabeth. Po. Of course. Ajo ishte gjëja. Për të gjithë ata që kanë për ta parë. A mundemi ta flasim këtë të lutem sepse është shumë e bukur si gjë. Prandaj doja që ta përmendja, do të bie shumë shkurt. Meliodas ishte kryetari i generali i ushtrisë së demonëve. Dhe Elizabeth ishte gjithashtu një ndër krye ëngjëjt. Po. Para se të bësh Elizabeth, ka qenë krye ëngjël dhe lind një dashuri midis këtij generalit të ushtrisë së demonëve dhe një krye ëngjëlli që ishte një ndër tabut më të mëdha dhe për këtë arsye ata si Rafi me sulfusin. Po. Si Rafi me sulfusin. Ishte ëngjëllit, ai ka qenë. Po, është shumë. Wow, sa vjetër. Po, dhe vazhdon dhe jepet akoma të Beng-Bengu, vazhdon dhe jepet akoma të Beng-Bengu. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur. E kam pa të gjithën. Po, edhe unë për zotin. Dhe ata mallkohen nga mbreti i demonëve dhe Hynesha. Po, dhe Hynesha që Elizabeth do kthehet në njeri dhe do vdes gjithmonë një vdekje tragjike, ndërkohë që Meliodasi do jetë vazhdimisht aty për ta parë dhe për të mos patur mundësinë që ta shpëtojë. Dhe për të rënë sërish kokë e Dhe për të rënë sërish në dashuri pavarësisht të gjithave Meliodasi e ka kujtesën të çdo jetë që Elizabeth ka jetuar, ndërkohë që Elizabeth nuk mban mend asgjë, ajo rifillon jetën e saj, ritakohet me Meliodasin, bie përsëri në dashuri me të. Dhe përsëri një tip ka pato, valla, se ka ndruar dorën ai. Përsëri vetëm të shkurtër. Dhe përsëri përfundon në një vdekje tragjike dhe thuhet domethënë është një teori midis fansave që dashuria e Meliodasit dhe ajo e Elizabetës nuk është e vërtet për shkak të këtij mallkimi. Janë mallkuar që të jenë të dashuruar dhe të mos jenë asnjëherë bashkë. Kjo është teori konspirative midis fansave. Gënjen. Pse gënja? Unë besoj dashur. Po pse kur u thye mallkimi ata ishin prapë bashkë. Po pikërisht pra kjo është një ndër teoritë e fansave. Unë nuk e besoj për vete, por nuk mundet do të jetë për një arsye shumë të thjeshtë, sepse përpara se të futej mallkimi në lojë, ata kanë qenë realisht të dashuruar. Pra, mallkimi ishte që ata thjesht do jenë të dashuruar gjatë gjithë jetës bashkë, pra Meliodasi do jetë i dashuruar me Elizabeth dhe kundërta, dhe në momentin që Elizabetës do të zgjoheshin kujtimet, pra në momentin që asaj do të zgjoheshin kujtimet që ka pasur në të shkuarën, atëherë ajo do të vdiste. Dhe Meliodasi më saktë, mallkimi më i madh qëndron mbi Meliodasin. Jo mbi Elizabetën. Po, ajo aq vdiq kjo pa rregull. Të jetoj përjetësisht dhe ta shikoj dashurinë e jetës së tij të vdes përsëri dhe mos ta ketë mundësinë që ta shpëtojë. Ama është edhe kjo tjetra që më sa di unë, pas çdo rimishërimi të Elizabetës atij u mbisnin emocionet. Po. Ka qenë dhe kjo, po. Se përse shkoi Bani në purgator 2 sekonda, do të thënë ai me kalimin e kohës humbiste domethënë emocionet si Meliodas edhe kishte ato premisat për të kthyer në demon. Një gjë kështu është diçka e tillë. Ka qenë konvertimi sepse e përgatit Demon Kingu gjithë terrenin. Pikërisht. Edhe ai e humbet përsëri si krye generali i ushtrisë. Dhe Meliodasi normal, pastaj ai me emocionet shkon në purgator, që atje shkon edhe e merr Bani. Unë kupton, ndërkohë që ai në botën reale supozohet ngeli një demon. Këtu në purgator del gjithashtu edhe vllai i madh i atij Derkucit, se nuk e harroj tash. Ne harroj emrin, më falni. Hoku. Derkuci, domethënë dhe takon vllain e madh të këtij dhe sakrifica.
Ai është karakteri më komik i asaj. Asaj Ai anime. qa vetëm plera. Po. Të dyja vetëm plera. Do doja të kishte ngrënë edhe Dianën me Kingin. Dhe madje duhet ta themi këta dy dërkuca pavarësisht se domethënë janë derra Po. që flasin, Dëra. Hawk mendohet që është më shumë se sa një derë i zakonshëm, është një ëngjëll i rënd. Po. Dhe ka aftësinë, kjo është e vërtet, kjo pjesa që po them tani është e vërtet, në momentin që ai hante diçka që mund të ishte edhe një krijesë magjike, nëse hante një pjesë të asaj krijese, Po. merrte fuqitë asaj. Po, tani më kujtua Sepse ai dhe ham mua, e nga vërtet. mishi këtyre demonëve, Edhe goliave bëhet dhe bëhet ato atje. gratë. Ishte kthehet të Okej. kujtojë ato gratë veç. Imagjino një derë të fluturoj, Po. çfarë kemi parë. Fluturon. Mendo dhe një derë tani që fluturon. Është- Po vërtet, po ta bësh fluturo Hawk të qëndron. Nuk kupton, nuk Prandaj, digjesh, nuk digjesh. Dhe me që jemi nga fundi, dëshironim që të bënim dhe një falënderim sponsor. Po, është shumë e vërtet. Falenderojmë Pokun për këtë mbështetje të madhe që na ka dhënë. Do ta kuptoni për gjithë ju që se dini, me Pok mund të keni karta digjitale, të bëni pagesa online, keni shumë opsione për t'ua bërë jetën sa më thjesht. Nuk keni pse i mani më në portofol, ti Vërtet se mani. ka filluar na i vjedhin. Po, Po. kupton, ju sidomos ju që keni lek i erë, Ne. kupton, ju që keni A pse të lek. jap atë përshtypje? Po. Okej, atë mbaj. Alegi Picasso. Mbaje se mirë e ke. Ty do ta sugjeroja shumë realisht, Okej. domethënë ty dhe çdo njeriu tjetër. Okej, Domethënë ke karta interesante. digjitale, mund të kryesh pagesat online direkte, domethënë nëpërmjet Vërtetë? telefonit. Po. Ke lloj Çdo gjë shumë kryhet shumë shumë thjesht. opsione. Ke kartat klasike, domethënë viza klasike, infinite dhe reward. I Për like çdo it, lloj Picasso. gjoje i ke në Instagram, në TikTok, ku të duash, i kontakton Okej. dhe t'i japin gjitha opsionet. Kështu që Interesante. Po shumë faleminderit vëlla se na ke bërë jetën shumë më të thjeshtë. Nuk kemi pse rrimo S'kam na çana humi me karta, s'na humi karta, e kemi direkt në telefon. Bomra se- 5000 lekë shi rrugë. Po. Ma kanë rënë 10 për atë punë, ose jam kthyer në shtëpi apo kërkoja rrugë. Po kush i la ato më shesh? 10.000 lekë. Atje s'të lënë as 50 lekë të bile më vjen. Aman, ka shku keq për Ramet lek. ket, ramet Ka ket. shku keq për lek. Ha, sa Po, aty ku ka ke dhe i bie, benefit der, tjetër që i der. përdor dhe jashtë shtetit ku do të jesh. Nuk ke Okej. probleme të tilla. Okej, Pagun okej, ku do super. në botë. Je rahat. Okej. Shumë faleminderit, Interesante. e them edhe një herë. Faleminderit, Atëherë, dhe me Pok. këtë falenderim përpos Pokut, do falenderojmë edhe të ftumen ton speciale që na e Ishte- bëni aq të bukur këtë Ishte episod. u përpoqja, Faleminderit. ishte kënaqësi. Na hajde çik më Ishte shpesh fantastike. Dishën 3-1 nuk Kur bëhet. të duash zemra, kur të duash, më thjesht më telefononi, më shkruani, unë jam këtu në Ta servis kam një numrin. vëndje fare. Oh my Apo po të E no, ikim ne vëlla? Ikëm, miru ta... pashi. Ku ma gjetemi? Ku ma gjetemi? Apo Po ish... ma dhe vetmi. Ta dash vetë, Sa okej. sqarojmë këto të dyja. Sa Okej, sqarojmë këto të okej, dyja nga unë Arlini edhe nga Shadow Cloni. Ju përshëndesim. Goodbye. Mos harroni, mos Bye. harroni të bëni Ciao. like, subscribe dhe të vazhdoni të na tregoni Po. suportin që keni bërë deri më tani. Jeni të fantastik, të mrekullueshëm. Mua, Ju faleminderit. special. Love you all. Ciao. Shadow Clone.